I riu ra në kontakt me energjinë elektrike dhe humbi jetën. Vihet në nënhetim administratori i kompanisë së internetit në Dibër. Ditën e djeshme, një 31 vjeçar nga fshati Renzi i Dibrës humbi jetën pasi dyshohet se era në kontakt me rrymën elektrike, teksa ka qenë duke riparuar një defekt në kutinë shpërndarëse të internetit në një shtyllë tensioni. Viktima është shtetasi Andi Sulejmani, i cili la pas 2 fëmijë të vegjël. Në lidhje me ngjarjen tragjike, policia e Dibrës bën me dije se ka proceduar penalisht në gjendje të lirë administratorin e kompanisë së internetit ku ishte i punësuar i riu. Bëhet fjalë për shtetasin OK, 43 vjeç, banues në Peshkopi, i cili akuzohet për veprën penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Dibrës për veprime të mëtejshme.